Atmosfera festive në Alsat veç po vjen dhe po rritet, besoj të njëjtën po e reflektojmë edhe nëpërmjet ekranit. Unë dhe Ilmia jemi në këtë pjesë me të ftuarit tanë, të ndëruar, ata të cilët na kanë respektuar dhe janë pjesë e familjes dhe shtëpisë të madhe mediatike të televizionit Alsat. Ilmia po prezantojmë për herë të parë në fakt si një band të krijuar tashmë, Violina Band, mentori Artani dhe Dritoni. Kënaqësi ju kemi sot bashkë me ne. Ekskluzivisht kanë ardhur sigurisht për herë të parë siç kanë ardhur. Mirë se erdhët. Mirë si ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Një foshnjë po sa lindur do thoja në fund vit. Pse vendosët dhe pse pritet momentin që në fund vit të bëheni një grup? Erdhi kjo si nevojë mentor apo si u bën rrethana që tamam në këtë periudhë ju të krijoheshit bashkë, të vinit bashkë si band? Po, rrethonat erdhën si erdhën, mos ta zgjasim pasi që jemi në festë. Shumë mirë ma të më herët, më thej kërkesë e popullit. Kërkesë e popullit, e pam që populli ka nevojë për një grup. Jo, për gare pak ne jemi edhe familjar, jemi me Dritoni jemi vëlla, me Artanin e kemi nip. Edhe gjithmonë e kemi pas një ëndër që një ditë prej ditëve të bëjmë diçka bashkë. Spontanisht erdhë edhe mendoj që tash ishte koha që eksperiencën e kemi sa duhur edhe kemi shumë eksperiencë me shumë grupe me ashtu. Mendoj që koha e duhur ishte tash edhe ashtu erdhi spontan. Shumë bukur. Për të filluar edhe një vit tjetër të mbar apo? Për të filluar, po, edhe pse mjaft i mbar ishte edhe ky, besoj edhe tjetër të kemi shëndet, tjerat qështu si ky, ne qëkan mirë është. Për mentorin super i mbar ka qenë me qenë se këtë vit e ke marrë edhe dhuratën më të bukur, nëse nuk gaboj. Ka ardhur këtë vit edhe fëmia i parë, për herë të parë ke marrë epitetin bab. Si të ka ndryshuar jeta, mentor? Po, për momentin jemi në fazë të adaptimit, dhe me thonë është e re, Flora ti e ke shiju atë punë, edhe bukur, emocion që vetëm nuk përshkruhet vetëm ndjetë, inshallah Zoti krejti i gëzon me familje, me fëmije, me këta. Urojmë shumë që ta kenë shëndetin edhe të kenë vetëm të mira. Dhe me jetë të gjatë, sigurisht. Faleminderit. Dua t'i pyes Dritonin dhe Artanin si është ta keni në band një personazh të famshëm si mentori, me qenë se mentori është emër i rëndësishëm tashmë gjithandej në truhet shqiptare, sidomos në Kosovë. Si është për juve? A është kryesori mentori, a bën ligjin mentori ose jo, ose vllau i madh? Me mentorin na gjatë kohë kemi qenë bashkë edhe me grupa tjera, si që Ceki edhe mentori, po tash kohën e fundit me grupin e ri, Violina Band. Mentori shpesh po nafton me ato yjet e muzikës, me performu në mbrëmjet kohës fundit në Prishtinë, në vendet në Kosovë atje. Unë për veti mund të them se po ndokët si një film. Seriozisht. Debutim atë mbarë se këtë që po ofron mentori, mendoj se nuk ka për një grup të ri që sa po i hyn kësa industrie, që nuk është e thjeshtë si industri. Edhe deshta të them se unë vllau ky është, mentori është vllau më i vogël, nuk e kisha ditë se çfarë vllau pasni. Tash kur pe shoh se njëri mirë është. Çfarë respekti, domethënë çfarë respekti po i bajnë këngëtarët e yjet që i shohim nëpër televizione. Po më vjen shumë mirë ajo që vllau ka mri, po tash na po shkojmë edhe në ato hapat e mentorit tash, edhe pse është më i vogël, mirë po ky e ka dëshmuar vetveten në profesion shumë. Shumë e vërtet. Si po e përmbyllni këtë vit, më tregoni pak edhe nga ana personale, sigurisht për mentorin e përmendëm pak më herët, po edhe nga ana profesionale, e tha që ka qenë një vit i suksesshëm, po nëse mund ta përmbyllni mbase me një fjalë ose nëse do mundet në fakt të pyesja edhe nëse mund t'i vendoni një titull këngë këtij viti 2025 për ta përmbyllur, cila do të ishte? Po, si muzikant që jeni, besoj që munden edhe një këngë me një këngë ta titulloni. Nuk isha thonë se nuk u mendua. E para një këngë atëherë. Një pratë ka qenë një vit goxha mund me thonë që i suksesshëm, edhe ftesa që ka ardhur sidomos prej mentorit për formimin e... Unë të ulla emisionin se më bërën të shumë. Jo, ftesa e kime pas bashkë... Ftesa shkonën, do me thonë, t'i thojna për formimin, edhe pse familjar. Mentor, na e dim që je modest, po tash ti i meriton krejt këto lëndata që po i merr. Atë modestinë e kena, besoj që është... Bojnë mu ma se në shumë të më rita në ato në ngrejnë. Ama kem kalu një vetë në barë, besoj që edhe viti, edhe pse tash kemi veç caktu dhe disa data mbrëmje për vitin e ardhshëm, besoj që kam ja fillu me kam barë dhe kemi shëndet për tjera të vinë. Me kohën besoj. Përveç të mirave që i tha momenteve të bukura, një vit shumë të suksesshëm për juve, ka diçka për cilën pendoheni këtë vit dhe që nuk doni me marrë me vete në vitin 2026? Keni vendos me shkëput nga vetja këtë vit, mentor? Personalisht, për momentin nuk po më kujtohet diçka që kisha dasht me ashtu, po
njerëz jemi, normal që i kemi ashtu, nuk po më kujtohet diçka që veç një sen që tankon po më udhëheq mu edhe njerëzit, gajlet e tepërta. Ngarkesa. Po, mirë po gjitha, sidomos që të periudhë, me Artonin, edhe me Dritonin, po me Artonin ma shumë kemi punu në studio, edhe tankone kemi pas atë idenë që sun mrim, krejt po mrin, krejt po barojnë, krejt po... Është ishte ai presioni i kohës. Që ata kisha dashur edhe secilit njeri mi thonë pak ma, edhe vetës edhe tjerëve. Po, se ndonjëherë kohë bëjmë stres për gjërat. Nuk ka një çmim, nuk na jep dikush një çmim për personin më punëtor të vitit, kështu që ndonjëherë është mirë pak gjërat i marrim më shtruar dhe mos ta stresojmë veten shumë. Për t'i shtu pak alegri, unë jo me sigur që mundeni me na performu diçka momentale, diçka spontane live, për t'i knaqe dhe shikusit që janë me nisot. Ne jo rasisht i murëm edhe instrumentet akustike, që t'ju bëjmë pak ashtu atmosferë si shtëpije. Ta marrë atmosferë më intime. Pa efekte, pa ashtu po. A dhe ta shihojmë bashkë mentor nëse jeni gati. Po, gati. pa tjetër, gjithë qak. Super atmosferë, i shtuat magji dhe një energji shumë të bukur programit tonë. Ne jemi shumë të lumtur në fakt që ju kemi pjesë të familjes tonë mentor, jemi shumë krenar për profesionistin që jeti dhe për këtë iniciativë të bukur që keni marrë për të na sjellë këtë grup që jam e sigurt që do të e përmend vendin tonë Maqedoninë e Veriut gjithandej. Jo vetëm në trojë shqiptare, por edhe në diasporë, aty ku do jeni, jam shumë e sigurt shumë të kërkuar si grup. Faleminderit shumë për këto fjale, për mikpritjen, për gjitha. Ne jemi shumë krenar ju, ta vëm një gëzuar për një gëzuar gjithë bashkë. Qoftë në vitin mbar. Gëzuar. E festa në Alsat sa po ka filluar.